Në Shqipëri nuk ekziston ende një strukturë që mund të përcaktojë librin më të shitur të vitit, edhe pse prej 20 vitesh botimet përballen me një treg të hapur konkurrence. Botuesit pranojnë se ka abuzime të mëdha me atë çfarë i ofrohet lexuesit, me termin e njohur në botë bestseller. Është një problem nga më seriozët, sidomos sot kur botimet kanë arritur një pjekuri në Shqipëri. Mungon ajo allke mesme midis lexuesit dhe botuesit. Është një urgjencë sot që lexuesi të di në atë xhungël botimesh kush janë me vlerë e kush janë pa vlerë. Në fund të fundit, pavarësisht cili është niveli i publikut, cili është niveli i lexuesit, duhet respektuar ky qëndrim i publikut. Pra, nëse X libër apo Y libër del si libri më i shitur, jemi të detyruar, pra ata që do ta bëjnë këtë, të thonë që ky është libri më i shitur. Njohësit e fushës së librit mendojnë se ka ardhur koha për krijimin e një strukture, e cila do të jetë në gjendje të përcaktojë bestsellerin, bazuar në të dhënat fiskale të librarive. Në gjithë botën, bestsellerat vendosen nëpërmjet sistemit fiskal. Sistemi fiskal bën matjen e librave që janë shitur. Shpeshherë në përshtyp ka një mashtrim të plot, mbas cilit janë autorët, janë botuesit, kanë interese komercial. Këtë funksion radhë të parë në botë kryen shtypi, ose kemi modelin anglosakson që quhen të klubet e librit. Shteti mund të nxjisë atë që quhet kritik, jo kritik në kuptimin e studimeve, kritik në kuptimin e recensionit të parë që mbajnë një qendrim ose informojnë lexuesin. Mendoj që ka ardhur koha edhe që të kemi një vëmendje edhe ndaj titujve më të shitur, duke parë që vëmendja e publikut shkon drejt një libri të caktuar, aty janë dhe fenomene shoqërore, ekonomike, sociale, politike brenda. Termi bestseller është hedhur për herë të parë nga shtypja amerikan në vitet 1900. Një nga listat më të konsoliduara të librave bestseller sot është ajo që publikohet nga gazeta New York Times.